Tënë tek mësimi jonë i radhës, jemi tek Luka, kapitulli 17, vargjet 7 dhe 10. Luka kapitulli 17. E hapet i lutit? Mirë, ju ftojmë që të lexojmë së bashku vargjet 7 deri në 10. Për cilin nga ju, po të ketë një shërbëtor që i liron tokën ose i kullot këpen, do t'i thotë kur ai kthehet nga fusha: eja me një herë në kryesë. A nuk do t'i thot përkundrazi: ma bëj gati darkën, përvishu e më shërbe, që unë të haj e të pi, pastaj të hash e të pish edhe ti. Do t'ja di për nder shërbëtori, sepse i zbatoi ato që ishin urdhëruar? Mendoj se jo. Kështu edhe ju, kur keni bërë të gjitha ato që ju urdhërohen, thoni: jemi shërbëtar të padobishëm. Ne kemi bërë ata që kishim detyrë të bënim. Është me të vërtet një pasazh goxha i vështirë. Gjithkohës Jezusi na ka dhënë mësime që t'i bindemi në Perëndis, ta duam Zotin, ta duam njëri tjetrin. Edhe vjen në këto momente në marrëdhënien, le të themi shërbëtor Zot, edhe kalon në një ekstrem tjetër. Imagjinoni të shkoni të jeni në një punë ku juve do ju kërkohet që gjithkohës të jeni duke punu. Pra 24 orë. Imagjino të bësh gjithë punën në shtëpi, pastaj ose në ar, pastaj do vish në shtëpi edhe do gatuash, pastaj ky zotëria këtu thot, për kthim tjetër, paktën për kthimet në anglisht thon vishu, ose vishu ndryshe, vish rroba të pastra, hiqi rrobat e punës, vishu pastër edhe tani fillo ma shërben mua, pra më shto tavolinë, do të vish me rroba të tjera. Edhe jo vetëm kaq, por do presësh derisa të hani të gjithë, pastaj do ulet të hajë ti. Edhe pastaj këtu thuhet që Zoti nuk zotëria nuk donte t'ja dinte, domethënë për nder, thjesht po bënte detyrën. Pra, në një vend të tillë që punon edhe mos thon faleminderit 24 orë në shërbim, edhe çdo lloj pune, çdo lloj nevoje që ngrihej, aty shërbëtori do ta bante. Pra do bante gjithkohës detyrën e tij. Edhe në qoftë se edhe këta të shepujt, kur Jezusi i tregon këtë shëmbëltyrë, ata bien dakord me atë, se mënyra se si silleshin ata me një shërbëtor të tillë, as nuk e falenderonin, as thjesht ai po bënte detyrën. Edhe për Jezusin nga vargu 7 deri në vargu 9 ai po tregon këtë histori. Ndërkohë që vargu 10 kështu thot: po edhe ju, pra jeni shërbëtorët e Zotit, kur të keni bërë gjithë ato që urdhërohen, thoni: jemi shërbëtor të padobishëm. Ne kemi bërë ato që kishim detyrë të bëjmë. Pesherën edhe vim përpara Perëndis edhe me atë ndjesinë që Zoti mua të më bekoj më shumë, sepse unë kam bërë më shumë. Me një lloj mburrje, me një lloj vetvlerësimi. Edhe kur ti bën të lloj gjeje, ti mendon që është koha për të vlerësuar, është koha për të marrë një notë të mirë, është koha për të marrë bekimin. Vini re vargjet 1 deri në 6. Këto duken sikur s'kan lidhje me njëri tjetrin, me këtë histori që thot Jezusi. Atëherë Jezusi i tha dishepujve të vet: është e pamundur të mos vinë skandal, por mirë ai me të cilit vijnë. Për të do të ishte më mirë t'i varni në qafshë një gur mulliri dhe të hidhen në det, sesa të skandalizojnë një të vetëm nga këta të vegjël. Keni kujdes veten tuaj. Nëse yt vëlla më katon kundër teje, qortoje, dhe nëse pendohet, fale.
Edhe sikur të mëkatonte 7 herë në ditë kundër teje dhe 7 herë në ditë kthehet te ti duke thënë pendohem fal. Atëherë apostujt thanë Zotit, por na shto besimi. Dhe Zoti tha, po të kishit besim sa një kokër sinapi, do t'i thoshit këtij mani, shkulu me rrej dhe mbyllhu në det, dhe ai do t'ju bindej. Dhe pastaj fillon edhe tregon historinë me këtë shërbëtorët që bëjnë vetëm detyrën. Po të shikosh këto vargje lidhen bashkë me njëra me historinë në vazhdim tek fakti që ai Jezusi na thot kujdes thot mos jeni për vëllezëri një gur pengese në besim. Ç'a do thotë që në momentin që ne bëjmë një lloj sjellje që është jo e krishterë, inkurajon vllain ose motrën që të bëjë të njëjtën gjë. Ja e bëri Altini, ja e bëri Kloti, ja e bëri ky. Edhe duke bërë në këtë lloj forme, në vend që të inkurajojmë që ne të kalojmë në besim, ne inkurajojmë që të kalojmë në çfarë? Në mëkat. Edhe Jezusi na thot mirë ju. Mirë ai që bën të tilla gjëra. Jo vetëm për veten e vet të dënohet, por do dënohesh edhe për që ke inkurajuar vllain në mëkat. Pastaj thot flet për faljen, faleni njëri tjetrin. 7 herë 7. Edhe në fakt është 7 herë 77, edhe ata i kërkojnë që të rritet besimi. Edhe Jezusi thot, shiko, fat kishit thoshte, thot besimi se një farë sinapi, ju do të kishit, do ishit në gjendje të thonë këtij mani shkullo të hiqe në det. Besimi mbillet i vogël, si një farë e vogël, si një farë e papërfillshme. Edhe në fakt sinapi është një nga ato pemet që nga ato le të themi bimet që rritet si shkurrë kështu e madhe, por duhet të mendosh atë farë kaq të vogël që bëhet kaq e madhe, tregon për besimin. Dhe Jezusi tashmë na sjell tek pjesa e shërbëtorit. Çfarë do të thotë Jezusi? Neve tek Gjoni lexuam tek Gjoni 13, Jezusi u bë shërbëtor. Jezusi u bë shërbëtor dhe lam këmbët e dishepull. I bëri këtë gjë duke treguar për ulësinë, marrëdhënien që ne duhet kemi me njëri tjetrin, dashurinë, ndihmën, respektin. Pra ta ndihmojmë njëri tjetrin, thot Jezusi. Çfarë po përpiqet Perëndia të tregojë në këtë rast këtu, që ne të mund ta kuptojmë? Ajo çfarë është e rëndësishme për të parë dhe për të kuptuar ose dhe për të mësuar, është fakti që ne duhet ta kemi besimin të pastër, të sinqert. Jo se unë po shkoj tek Perëndia se do më bekoj. Nëse unë do shkoj, le të themi, sa djela ka muaj, ka 5, po të shkojmë 3 në kish, ka një shkallë të lartë vlerësimi ose ka një le të themi ka një mundësi që unë Zoti mua do më bekoj, pra do më japi notë mirë. Për shembull, në klasë, në shkollat, nuk e di si është, domethënë që duhet të kesh 70% të vlerësimit ose të pikëve që ti të quhesh nxënës mesatar ose ne futesh tek nxënësit e mirë. Edhe mendojnë pra nëse unë do bëj këto pikërisht këto gjëra, Perëndia do më bekojë mua. Ne duhet të kuptojmë që ne duhet vijmë tek Perëndia me një lloj përulje të tillë, që pavarësisht se do më bekoj apo jo Perëndia, unë dua të jem me Perëndin. Dhe kur Jezusi sjell në le të themi në skenë vlerësimin e shërbëtorëve të tij, të shekujve të tij, duke i larë këmbët atyre, çfarë po tregon?
që marrëdhënia jonë me Perëndin me gjithmonë është në këtë lloj shkalle shërbëtor dhe zotëri, por zotëria e ynë është një zotëri i dashur, është një Perëndi i dashur, është një Perëndi që kujdeset për ne. Edhe kur ne marrim shpëtimin në këtë lloj forme me Jezusin në kryq, çfarë do të thotë kjo për ne? A e kuptojmë dot neve, a e vlerësojmë dot ne se sa Perëndia na ka dashur deri në pikën që ai premtoi në kryq për ne. Ose deri çfarë mase do të shkonim ne që të mund të ndihmonim dikë, ose që mund të shpëtonim dikë. S'besoj që do të shkonim deri në vdekje. Ndaj Perëndia na fton duke pasur këtë lloj nëndësie në mendjen tonë. Ne kur vim tek Perëndia, ne vim tek Perëndia sepse është Ati ynë, se është Perëndia ynë. Jo të vim tek Perëndia me interesi, me vlerësimin, me krenarinë që duke ardhur tek Zoti, ne ose si thua, ta ketë përnder Perëndia që unë kam ardhur në familjen e tij. Pra duke bërë këtë lloj mbi vlerësimi për veten tënde. Jezus i thot kjo është e gabuar. Ndaj edhe Jezus i thot duhet të kesh besim të tjerë. Edhe i thot ta kesh besimin sa një parë sinatu, ti do t'jesh në gjendje që të bësh gjëra me të vërtet gjëra të mëdha. Gjëra që janë për tej gjëra që janë për te imagjinatës sot. Ndaj dhe kur vjen edhe Jezus i bën këtë bën këtë krahasim dhe na tregon se sa e rëndësishme është që ne të kemi përulësinë që t'i shërbejmë Zotit. Edhe me të vërtetë është që të kuptosh se sa e madhe është dashuria e Perëndisë për ne, është mjafton vetëm fakti që ta kthejmë vështrimin ton tek kryqi, atëherë do të kuptojmë se sa me të vërtetë Perëndia na don. Imagjinoni sikur në marrëdhënien tuaja që keni me shokët, me miqt, me bashkëshortin, me bashkëshort, edhe në qoftë se ti nuk je ose dikush nga partnerët do të zbulonte se partneri ose partnerja juaj është vetëm se për interes, si do të ndihesh? Se do të thoni që shiko, unë kam bërë gjitha këto gjërat e mira, pse nuk më dhe një të mirë? Ju kujtohet shëmbëltyra me dy vëllezërit? Ishte momenti që vllai i madh zbuloi që babai nuk po i jepte atij që të festonte me shok. Edhe i tha, shiko, unë bëra gjithë këto të mira, pse nuk më dhe mua? Pra pse nuk më vlerëson mua për atë që po bëj? Nuk e konsiderojmë ne që po bëjmë vetëm detyrën, por duam më tepër se sa mund kemi në mendjen tonë. Pra kjo është ajo rëndësia e të qenit një shërbëtor në le të themi në konakun, në familjen e Zotit. Pra ti po bën detyrën tënde. Mjafton që ti je në pjesë e familjes. Kjo është e rëndësishme. Mos kërkojmë mbi vlerësime ose mbi të tjerë. Imagjinoni dishepujt e Jezusit. Jezusi mbajti 3 vjet me ta përpara se ai të kryqëzohej. 3 vjet rresht. Ditët e fundit që Jezusi do kryqëzohej, ata po ziheshin me njëri tjetrin kush ishte më i madh, kush kishte më shumë pushtet, kush kishte më shumë privilegje, le të themi. Edhe Jezusi gjithmonë i thoshte, i kthehesh, o njerëz besim pak, për sa kohë do rri me juve? Edhe Pietri nuk e kuptoi dot. Jezusi tha, ti nuk mund të vish me mua, po ti do më mohosh 3 herë.
përpara se gjelit këmbë. Ju dhe shumë kohë discepujve që ta kuptonin pozicionin e tyre tek marrëdhënia me Zotin. Pietrit ju dhe shumë kohë edhe mbasi Jezusi u ringja. Madje në një moment Pali e kritikon Pietrin dhe i thot pse bëhesh njeri me dy fytyra. Por në fund Pietri e kuptoi rëndësinë edhe qenit një dishepull i Jezusit dhe tha në momentin që ai do e kryqëzonin, sepse kërkonte që të mohonte, i kërkonin Pietrit që të mohonte Zotin, dhe i tha nuk pranoj, por ju bëri një kërkesë, më kryqëzoni me kokë poshtë, sepse Jezusi është kryqëzuar me kokë lartë edhe unë nuk kam privilegjin, nuk jam i denjë që të jem kryqëzuar në atë lloj forme. Edhe më kryqëzoni tha në formë miksi, jo kuq. Rëndësia, me pak fjalë, edhe për ta mbyllur, të qenit në familjen e Zotit është privilegj, është bekim shumë i madh që ne gjithsecili prej nesh mund të ketë. Edhe për të ardhur pranë familjes së Zotit duhet gjaku i Krishtit që të bëhemi pjesë e familjes. Edhe kjo është paguar, është përtej çdo lloj pagese apo çdo lloj vlerësimi që ne mund të presim se mund të marrim duke i shërbyer Zotit. Edhe ajo çfarë është akoma më e rëndësishme, jeta është në vazhdim edhe jeta jone e besimit është ashtu një vazhdim, që do të thotë që me kalimin e kohës ne duhet mësojmë të rritemi, të forcohemi në mënyrë që ti shërbejmë Zotit. Edhe imagjinoni fjalët e fundit që Jezusi do të dëshironi të që të dëgjoni kur të vini përpara Perëndisë është të lumt shërbëtori im besnik. Të do të dëshironi fjalët më të bukura që do mund të dëgjoni ndonjëherë.